Edhe në Europian që dove ti. Po pra, krahasimisht me ekipet që kishen Europian dhe në ligë, faktikisht mund të tolerohej paksa. Emri i kundërshtar që kishte përballë ishte shumë në nivel të vështirësie shumë të lartë, kampion bote në kampion bote, kampion Evropë, do të thënë grupi ishte grup ferri. Por faktikisht performanca atyre gjatë atyre ndeshjeve e kundërshtarëve nuk ishte ajo që ne pristim. Do të thënë po flasim për pak në po heq Spanjën në këtë mes, por pak në Kroacia dhe Italia, do të thënë performanca atyre në ato ndeshje kundra nesh ishte nga më dobët në historinë e tyre. Do të thënë ne nëse mund të bënim diçka, mund të ndërronin të merrnim në diçka më shumë se ç'morëm, mund ta bënim vetëm në atë kohë, vetëm atë moment. Sepse kundërshtarët jonë nuk ishin në nivelin e dur. Problem, kanë pas problemet e tyre, ishin në formë jo të mirë, mund të ishin të lodhura. Do të thënë faktikisht është ky fakt. Dhe ne nuk ditëm. Dhe nuk guxuam. Por për këtë më vjen keq sepse me një guxim pak më shumë mund të kishim marrë shumë më tepër se sa ç'morëm ato dy ndeshje. Edhe unë këtë periudhën që thua ti të Silvinës se kam ndarë në 2 Silvinjo. Ka qenë Silvinjo i parë që ka ardhur që kur erdhi, do të thënë që kur u prezantua si trajner i ekipit kombëtar, deri në kualifikim, ka qenë një Silvinjo në kualifikimet europiane të klasë dhe Silvinjo 2 fillon nga europiani edhe vazhdon në ligën e kombëve, që janë 2 Silvinjo që nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Janë kontroversë me njëri tjetrin. Se Landi e përmendi, por ne kemi parë lojtarët e ekipit kombëtar dëmtuar dhe ndroshja nga formacioni. 2 ndeshje, 3 ndeshje rresht. Lutem me i këmbë, kupton? Nuk është provuar më parë në... Jo vetëm ne kemi marrë vesh nga futbolli, po të gjithë njerëzit e shohin stadium e ishte me i këmbë e lëm lojë e fusi me zor, kupton? Domethënë, edhe Silvinjo nuk është i pagabushur, Edhe ai ka gabimet e veta, ka bërë gabimet e veta. Sigurisht që kush e di se çka ka pasur në kokë, po s'ta ka sqaruar kur këtë punë se për çfarë një lojtar i dëmtuar do të luajë se s'bën formacion. Patjetër. Dhe dyta është që bësh pak me Landi që se Landi nisi po nuk e niçoi deri në fund. Kampionati shqiptar. Përpara disa viteve, mbas 10-15 viteve, të treja, do të thënë faktikisht ekipet e të treja Tiranës paktën. Të tre ekipet e Tiranës kishin lojtar në ekipin kombëtar. Edhe jo vetëm një, por më shumë se sa një lojtar. Dhe Shkodra kishte lojtar edhe në edhe Dinamo, edhe Tirana, edhe Partizani. Edhe Vlora. Dhe kishin nga këta lojtarë që kampionatin që luanin kombëtare. Tash kemi bë këto vitet e fundit, nuk kemi pothuajse asnjë lojtar nga ekip nga Shqipëria që është në kombëtare. Dhe pyetja ime është rritur shumë niveli i kombëtares ton apo ka rënë shumë niveli i kampionatit? Që për të cila është përgjigja po themi apo ti vetëm... Dhe përgjigja është e tillë që më duket se ka rënë shumë niveli i kampionatit. Ja zakonisht shumë, pavarësisht se Ignati ashtu dhe Malota ka bërë mirë, edhe Ignati ka bërë mirë, por ka rënë niveli. Ka rënë niveli i futbollit, nuk ka, do të thënë, dhe më duket që ata që merren me këtë punë nuk e çan njëri kokën fare. Sepse duhet prekupohesh që këti nuk çon dot një lojtar të kampionatit shqiptar, nuk e kanë kombëtare, nuk luan dot, nuk përshtatet dot. Me çfarë përfaqëson futbollin shqiptar në kombëtare? Me gjithë ata që luajnë aty luajnë jashtë. Pjesa më e madhe janë formuar jashtë në futbolle të ndryshme, me klube të ndryshme, me histori të ndryshme. Janë jashtë futbollit tonë, nuk kanë lidhje me Shqipërinë, pak me territorin shqiptar. Edhe qoftë si për t'i dhënë, le të themi një lloj mbështetje apo kurajë për vazhdimsi edhe në rast se ti nuk e fut një lojtar më. Duhet gjeshim, unë nuk se nuk është se ka ndonjë çudi, nuk është La Liga kampionati i Koreas së Jugut. Kampionati i Koreas së Jugut, nuk është se ka ndonjë... Duhet marrësh një lojtar nga kampionati shqiptar të futbollit me zor kombëtare, se nuk e meriton faktikisht. Ti duhet të rritësh nivelin e kampionatit këtu. Siç e bëjnë ekipet e tjera, siç e bën Kroacia, siç e bën... Ne kishim Muçin këtu. Që të bëhet konkurrencë në nivelin me nivelin e lojtarëve që kemi që janë formuar jashtë. Domethënë, këtë duhet bëjmë ne.